A lejohet burri me kontrollu gruas telefonin shpesh, edhe me pyet me kënd po shkruan, kush është ajo, ku po një. Nëse kjo ka lënë në dyshime, nuk lejohet. Por nëse kjo gjendje ka lënë që burri pastaj pas dyshim për gruan e tij, atëherë dyshimet janë të ndaluara në Islam. Po nuk lejohet burrit me dyshuar gruan e tij, as gruas nuk i lejohet me dyshuar burrin e tij. Pra vetëm si vezvese, si dyshime. Kjo është xhelozi e tepruar, që është ka thonë pejgamberi që kapi xhelozisë nuk e don as Allahu as pejgamberi. Pra xhelozia që ka lënë në dyshim është e ndaluar në Islam. Po nuk e kërkon këtë as nuk e don as Allahu as pejgamberi. Prandaj zakonisht po Allah dhe mas miti, po kjo që për shumë pyetje hente që ka xhelozia të tepruar. Po kur burri në farë nuk i beson gruas për asgjë. Ose gjithmonë dyshon për to. Gjithmonë e pyet. E kështu më radhë kjo hin pra në xhelozi të ndaluar.